Bes Kallaku duket se po jeton një nga periudhat më të qeta dhe më të ndjera emocionalisht të jetës së tij personale. Aktori i humorit, i cili ndër vite ka qenë vazhdimisht në qendër të vëmendjes publike për shkak të karrierës së suksesshme, por edhe jetës private të komentuar gjerësisht, ka vendosur këtë herë të flas pa fjalë, por me një imazh që thot gjithçka. Prej kohësh, emri i Bes Kallakut ka qenë shpesh pjesë e titujve roz, ndërsa çdo lëvizje e tij në rrjetet sociale është analizuar me imtësi nga ndjekësit dhe media. Megjithatë, këtë herë aktori ka zgjedhur një mënyrë shumë delikate, por jashtëzakonisht domethënëse për të konfirmuar se zemra e tij ka gjetur sërish qetësi dhe dashuri. Në një Instastori që brenda pak minutash mori mijëra shikime dhe reagime, Besi publikoi një foto ku shfaqen dy duar të shtrënguara fort mes tyre. Një detaj i vogël në pamje të parë, por që simbolizon afërsinë, besimin dhe lidhjen e fortë emocionale mes dy personave. Ky gjest i thjesht u pa nga shumë kush si një deklaratë e hapur dashurie dhe një sinjal i qartë se aktori nuk ka më arsye ta mbajë të fshetë këtë kapitull të ri të jetës së tij. Ajo që tërhoqi edhe më shumë vëmendjen ishte tatuazhi i ri në parakrahun e Bes Kallakut. Në të lexohet qartë emri e Jona, i shoqëruar nga data 25 dhjetor 2025. Një zgjedhje jo e zakonshme, por shumë simbolike që ka ngjallur kurreshtje dhe diskutime të shumta në rrjet. Për shumë ndjekës, kjo datë përkon me një moment shumë të rëndësishëm në historinë e çiftit. Një ditë që duket se ka shënuar fillimin ose konsolidimin e kësaj dashurie. Atmosfera romantike e postimit u përforcua edhe më shumë nga kënga që dëgjohej në sfond. I Will Love You Forever, një baladë dashurie që flet për përkushtim, premtime të forta dhe ndjenja që zgjasin përtej kohës. Zgjedhja e kësaj këngë nuk u pa si rastësi, por si një mesazh i qartë emocional, i drejtuar personit që i ka fituar zemrën aktorit. Por ndoshta detaji më i ndjer i gjithë postimit ishte fraza e shtuar në emrin dhe datën. Trëndafil në kohë lufte. Një shprehje poetike dhe ngarkuar me kuptim, që le të kuptohet se kjo dashuri ka lindur në një moment të vështirë për Bes Kallakun, me sfidash personale, ndryshimesh të mëdha dhe ndoshta plagësh ende të pashëruara. Një dashuri që nuk ka ardhur në kohë të lehta, por që pikërisht për këtë arsye duket edhe më e fortë dhe më e vërtetë. Sipas burimeve pranë aktorit, kjo romancë nuk është as pak e re. Ndonse për publikun është zbuluar vetëm tani. Bes Kallaku dhe partnerja e tij kanë disa muaj që janë në një lidhje të qëndrueshme, të ndërtuar mbi mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë. Të dy kanë preferuar ta mbajnë marrëdhënien larg vëmendjes së mediave, duke shmangur ekspozimin e tepërt dhe duke zgjedhur ta jetojnë këtë histori në mënyrë sa më diskrete. Vetëm tani, kur duket se ndjenjat janë konsoliduar dhe kur aktori ndihet më i sigurt dhe më i plotësuar emocionalisht, ka vendosur ta ndajë këtë moment me ndjekësit e tij. Reagimet nuk kanë munguar. Komentet pozitive, urimet për lumturi dhe mesazhet mbështetëse kanë vëshuar në rrjetet sociale, duke treguar se publiku e ka pritur me dashamirësi këtë lajm. Ky postim i Bes Kallakut shihet nga shumë kush si një dëshmi se pas çdo periudhe të vështirë, mund të lindë diçka e bukur. Një trëndafil që qel edhe në kohë lufte, duke sjellë shpresë, dashuri dhe fillime të reja. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.